Udhëtimet janë kthyer në një pjesë gjithnjë më të rëndësishme të jetës së qytetarëve shqiptar, veçanërisht në vitet e fundit, ku vjet të re një rritje e ndjeshme e lëvizjeve turistike. Destinacionet variojnë nga vendet e rajonit dhe Europa deri edhe më gjerë, por cilat janë shtetet e rajonit ku shqiptarët kanë udhëtuar më shumë dhe cilat destinacione kryesojnë listën e preferencave të tyre? Sipas të dhënave të Barometrit të Ballkanit, shumica e shqiptarëve që kanë udhëtuar brenda rajonit kanë zgjedhur Kosovën si destinacionin kryesor. Plot 38% e të anketuarve deklarojnë se kanë udhëtuar drejt Kosovës, duke shënuar një rritje për 11% krahasuar me vitin e shkuar. Ky trend lidhet ngushtë me afërsinë gjeografike, lidhjet familjare, si edhe traditat dhe kulturën e përbashkët mes dy vendeve. Në vendin e dytë renditet Malizi, ku 20% e të anketuarve shprehen se kanë udhëtuar gjatë këtij viti. Kjo prirje shpjegohet kryesisht me ofertën turistike të vendit, pasi Malizi mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara në rajon, veçanërisht gjatë sezonit veror, fal Bregdetit dhe infrastrukturës turistike. Pas këtyre dy vendeve, një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve, rreth 18%, deklarojnë se kanë udhëtuar drejt Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë udhëtimet drejt vendeve të tjera të rajonit mbeten më të kufizuara. Bosnia-Hercegovina dhe Serbia regjistrojnë përqindjet më të ulta përkatësisht me 4% dhe 2%. Megjithatë, një shifër do me thënë se është fakti se 52% e të anketuarve deklarojnë se nuk kanë udhëtuar në asnjë nga vendet e rajonit, çka tregon se pavarësisht rritjes së interesit për udhëtime, një pjesë e madhe e popullsisë ende nuk përfshihet aktivisht në turizmin rajonal. Nga ana tjetër, Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë udhëtuar më shumë drejt Shqipërisë, përkatësisht 66% dhe 31% e qytetarëve shprehen të kenë zgjedhur Shqipërinë si destinacionin rajonal.